Ish gjyqtari Sheikh Gjingjoni rezultoi më i votuari në primaret e Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës. Edhe pse Sali Berisha tha se fituesit e primareve jo domosdoshmërisht do të jenë pjesë e listës së sigurt, Gjingjoni me shumë gjasa do të jetë kandidat për deputet i PD-s. Për të regjistruar si kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit, ish gjyqtari duhet të dorëzojë dokumentacionin në KQZ, përfshirë edhe diplomën e shkollës së lartë nëse ka, pasi nuk është kriter ligjor. Po a ka Gjingjoni një diplomë të vlefshme të arsimit të lartë? Ka shumë dëshmitarish, student, të cilët e mbajnë mend Gjingjonin student për veterinari në Universitetin Bujqësor të Tiranës, por nuk ka asnjë student juridiku, sot gjyqtar, prokuror dhe avokat që rrëfejnë se Gjingjoni ka studiuar për juridik. Megjithatë, Gjingjoni mban gradën doktor mbrojtur në Fakultetin e Drejtësisë Tiranë, Departamenti të Drejtës Civile, me udhëheqëse shkencore Endira Bushatin. Mbrojtja e gradës doktor nënkupton se Gjingjoni duhet ta ketë kryer arsimin e lartë për juridik. Në CV-n zyrtare të Gjingjonit, administruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, thuhet se Gjingjoni ka kryer një kurs të përshpejtuar universitar, Universiteti i Tiranës. Kurset të përshpejtuara mund të bëhen për berber, murator, manikyr, kuzhinier e tjerë. Kursi përshpejtuar nuk ekziston në arsimin e lartë. Diploma për arsimin e lartë juridik përfshin 4 vite akademike, 8 semestra. Dyshimet që Gjingjoni nuk ka një diplomë të rregullt dhe të vlefshme të arsimit të lartë thellohen më tej nga disa fakte dhe rrethana të tjera. Në maj të vitit 2013, Gjingjoni u bë antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku detyruat publikonte CV-n. Në CV shkruante se kishte kryer Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës gjatë vitit 93-94, kur dihet se kohëzgjatja e studimeve të larta është 4 vjet. Në një kohë kur në vitin 94 Gjingjoni pretendon se ka kryer studimet e larta, në vitin 93 ka filluar punë si ndihmës i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Duket gati e pabesueshme se si një student ishte njëherësh edhe ndihmës gjyqtar. Në vitin 1994 nga ndihmës gjyqtar bëhet gjyqtar në gjykatën e Tiranës. Në vitin 96-97 pedagog i jashtëm pranë Akademisë së Policisë Tiranë dhe në vitet 99-2000 pedagog i jashtëm në Fakultetin e Inxhinierisë Gjeologji Miniera. Në vitin 2009 emërohet gjyqtar në gjykatën e Apelit Tiranë. Në vitin 2013 zgjidhet antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pra bëhet pjesë e qeverisjes së drejtësisë. Po në vitin 2013 ishte zëvendës kryetari i Konferencës Gjyqësore Kombëtare si dhe antar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës. Në vitin 2015 Gjingjoni zgjidhet presidenti i Këshillave Gjyqësor të Ballkanit. Në vitin 2016 zgjidhet përmes një shorti të dyshimtë antar i Kolegjit Zgjedhor. Në vitin 2020 Gjingjoni largohet nga sistemi gjyqësor me dorëheqjen duke evituar përballjen me vettingun. Në vitin 2021 mbron gradën doktor. Fakte për Spakun, fshehja e Vilës. Siç raporton Prapaskena, në vitin 2014 Gjingjoni u kallëzua penalisht nga ILDKPI për deklarim të rrem, falsifikim të dokumenteve, pastrim të produkteve të veprës penale e të tjerë. Sipas ILDKPI-s, Gjingjoni deri në vitin 2014 kishte fshehur mbi 2 milion euro pasuri. ILDKPI pretendonte se Gjingjoni përpos pasurive të tjera kishte blerë edhe një vilë me vlerë 700.000 euro në fark në vitin 2012 me burim të dyshim. Në maj të vitit 2014, dosja e bujshme i kaloi prokurorisë së Elbasanit, e cila regjistroi procedimin penal me numër 1098 për 2 vepra penale, falsifikim të dokumenteve dhe fshehje të pasurisë. Gjingjoni e bllokoi prokurorinë me disa lëvizje procedurale dhe arriti ta mbyllte çështjen. Megjithatë, në kuadër të procedimit penal, prokuroria e Elbasanit pyeti Gjingjonin dhe Elona Çaushin rreth pretendimeve të ILDKPI-s për pasurinë e tyre. Sipas dosjes, Gjingjoni deklaroi para prokurorit se së bashku me bashkëshorten kanë realizuar kontratën për blerjen e vilës në fark, por më pas e ka anulluar kontratën pasi nuk ka pasur para për të paguar kostet dhe se nuk i ka pëlqyer çmimi. Pra Gjingjoni tha se nuk ishte vilë. Gjingjoni ka pohuar në prokurori ndër të tjera se përsa i përket pikës 7 të kallëzimit penal që ILDKPI pretendon se është deklarimi rrem nuk qëndron. Pasi nga ana ime dhe bashkëshorte sime rezulton se është deklaruar kontrata e sipërmarrjes dhe porosisë sipas deklarimeve të realizuara në deklaratën e pasurisë të vitit 2013. Kontrata me vlerë 700.000 euro është zgjidhur duke u anulluar me kontratën e dytë të lidhur pas saj. Zgjidhja e kontratës është bërë për shkak të mospëlqimit të çmimit. Gjingjoni dha dorëheqje në përfundim të lejes 2 vjeçare prindrore që mori nga IShKLD në vitin 2018 ku ishte antar edhe vetë ndërsa Ilir Meta ishte kryetar. Në tetor të vitit 2020, Gjingjoni regjistroi në QKR studion e avokatisë G&G Law Firm.
Në dokumentet e regjistrimit ish gjyqtari deklaron edhe adresën e banimit që është pikërisht Rolling Hills, vila numër 69 Fark, Tiranë. Nuk marrin përsipër themi nëse është apo nuk është e njëjta vilë, por ka dyshime të forta se Gjingjoni mund të ketë gënjur prokurorinë në vitin 2014 për t'i shpëtuar përgjegjësisë penale. Gjithashtu ftojmë SPAK-un të konsiderojë si indicie resorti në Flumën Park në Ib një investim disa milion euro. A është ky resort një pasuri tjetër e fshehur e Gjingjonit?